Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith duke e përshkruar gjendjen e arabëve para zbritjes së shpalljes dhe para lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot: Inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allahu i lartësuar i ka shikuar njerëzit, banorët e tokës, dhe i ka uryer, nuk ka qenë i kënaqur me veprat e shumicës së njerëzve, pos disa të cilët kishin ngelur në fenë e sakt të pejgamberëve, prej ehlu kitabëve dhe prej atyre që ishin në fenë e Ibrahimit a.s. që kishin ngelur prej arabëve. Pra, e gjithë bota para zbritjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e zhytur në shirk ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe shirku tek njerëzit ishte i shumëllojshëm. Disa adhuronin Isaun a.s. që ishin shumica e krishterëve të cilët kishin devijuar nga mësimet e Isaut a.s. Të tjerët adhuronin idhuj të ndryshëm, disa adhuronin melek, disa i hynizonin perandorët e tyre, kryetarët e tyre e kështu me radhë. Kurse ata që kishin ngelur në fenë e sakt të pejgamberëve, në fenë e drejtë që është tauhidi, monoteizmi apo adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala, ata që kishin ngelur në këtë fe të sakt ishin pakic, ishin pak prej njerëzve që kishin ngelur në fenë e sakt të pejgamberëve. Kjo pra është gjendja e shumicës së botës para zbritjes së Kur'anit dhe para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në pikat shkurtra, njerëzit ishin devijim të madh sa i përket besimit të tyre.